Qytetarët e Vlorës kanë mësirë dyert e bashkisë për të kërkuar zgjidhje urgjente të furnizimit me ujë të pijshëm. Me bidon në duar, ata u kanë rënë dyerve të bashkisë në shenjë proteste për mungesën e ujit të pijshëm prej ditësh. Të indinjuar me qëndrimin e bashkisë, ata kërkuan ndërhyrjen e prefekturës. I bëj thirrje prefektes Qarkut, e cila ka për detyrë të menaxhoj punën e gjitha institucioneve në Vlorë, të mbledhë me urgjencë shtabin e emergjencës, pasi jemi përpara një situate e cila do të krijojë pasoja të rënda në jetën e njerëzve. Gjatë protestës nuk kanë munguar edhe tensionet. Qytetarët kanë qelluar me vezë drejt bashkisë, ndërsa kanë tentuar dhe të shtyjnë efektivët e policisë që ishin vendosur rreth godinës së saj. Hapuni se duar unë! Mos më prek me dorë! 30 minuta më pas, protesta u zhvendos në rrugën kryesore Ali Demi, duke u zgjatur deri tek kryqëzimi i Sahatit. Për mbi 2 orë protestuesit kërkuan takim me përfaqësues vendor. Drejtori i përgjithshëm i ujësjellësit dhe drejtori i ujësjellësit të Vlorës sqaruan qytetarët. Sipas tyre, furnizimi me ujë do të garantohet që mes natën e sotme për një pjesë të qytetit, ndërsa nesër do të furnizohet edhe pjesa tjetër e Vlorës. Kena tentu 3 herë për me bë defektin, nuk ja kena rrit për efekt të presioneve që ka kolona tubit. Pajisjet origjinale janë duke ardhur dhe sonte qytetarëve në mesnatë do rikthehet furnizimi me ujë atë. Kjo është fjala ime. Siguri për rikthimin brenda natës së sotme të ujit të pijshëm në Vlorë ka dhënë edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Drejt aeroportit të Stambollit për të ardhur sot brenda ditës, pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellësin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve e që nuk kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoi tubacioni ka shpërthyer, shkruan Rama në platformën X. Po kështu, kryeministri Rama falenderon të gjithë të angazhuarit për riparimin e defektit, ndërsa u kërkon ndjes vlonjatëve. Vlonjatëve të mi u them ndjes për këtë peripeci të pamerituar. Dhe siç thoshin gjyshet tona, plasi më në fund edhe syri i keq, pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën, e ja që kush i do të keqin Vlorës, veç të keqin do i marr, përfundon reagimin kryeministri Rama.